Që po thoshe të thënë që je... Qa je kështu të klinika jote, qa bën? Qa roti përveç drejtar? Shofer. Se kam pa ty që si ishe kirurg, prandaj. Po, si jam kirurg, qa të bërë? Po pra, në gjithjet kisha mendu se ti ishe kirurg, ku del aty? Një cop anestezist, një cop anestezist i lodhur. Për zote! Ndërkohë aty të pa unë video, thosha, ti kërku. Kirurgu, regulloje që ka të. Shumë kështu edhe unë një cop anestezist i lodhur jam, që ti bësh, Por realisht e di pse se kam pa. Sepse thosha janë mjek, a kupto. Edhe thoja, nuk i kam marrë seriozisht si kështu podcastit. Kam menduar që një fillim e ka filluar me këta të vetat edhe pastaj do vazhdoj. Kjo ka qenë ideja ime. Të gjithë të ftuar, do të bëj një video që t'rregoj. Njerëz të nderuar, këtu kemi Eritën që kemi veshur si doktoresh, po Erita nuk është doktoresh, dhe të gjithë ata që vinë këtu që marrin pjesë te Kate Cast ynë, vishin kështu si puna ime, sepse jemi në sallë të operacionit, por nuk janë mjek. Edhe unë i shkreti, nuk jam një cop anestezisti. Nuk jam kirurg. U morën vesh pse janë të veshur të gjithë kështu, sepse edhe Erita po më thoshte që u i shikoja të veshur me uniforme, ndoshta se ishin mjekë, po bënin një dorë muhabet mes mjekësh. Këtë kasti ynë është i veçantë, të gjithë vishen me uniformë. Kaq. Por nuk janë mjek. Jemi gati? Kur do? Ta fillojmë? Në rregull. Hajde. Në Kate Cast, Erita Elezaj në Doktor Skerdi Faria, datë 17/6/2026, skena 1/8 çak. Mere atë tasin aty? Është ekse. Ashtu. Merë 3 nga këto shiringat, me lënë nga pjeshke, apo ku diun se që lëngu nga këndën këto kësarave. Se këtu, si salë operacioni që jemi, të gjithë e kemi të salës operacionit. Okej. Për çfarë duhet kjo? Për të pirë, do ta pish në kohë në gjë. Kështu do e pime. Po ashtu. Shiko. Qyqa. Këto janë stasa që ne i përdorim në sallë të operacionit. Këtu hedhim ato llokmat e mishit neve, që to vijam. Zoti ma. Këto i hedhim kështu. Por pastaj i lajmë dhe i sterilizojmë, O zot, stop. Dgjoj. Stop preje. S'ke pirë ndonjëherë. O zot, stop. Këtu ka personi gabuar, unë nuk jam me kësaj fushë. Kujdes ma bën pis këta. M'fal, ja ta heq para se filloj. Ja gëzuar, mirë se na erdhe tani. Okej, hajde mirë se u gjeta. Ta pium këtë. O zoti mam. Ja më po e pi dhe unë. Ja, vjen si era gjak, kështu, mish i pjekur. Pije! Shko sa mirë që është? Mund ta vendosësh këtu se është e sheshtë. Mirë. Përse këto janë cica, dhe proteza, ti s'ke nevojë, ti ku të heqësh që të shtosh. Edhe me këto los, do thënë rast stresi këtu ndaj pyetjeve të mia. Okej, përshëndetje mikesha dhe miq, sot në Kate Cast kemi sjell historinë e Eritës, Erita Elezaj, jeta e së cilës ka kaluar nga një fëmijëri e thjeshtë në Rashbull të Durrësit e Erita, në vitet e tranzicionit, mungesa e babait që ka qenë në emigrim, ndikimi i fortë i gjyshës, e ka rritur gjyshja me pak fjalë, dhe deri në jetën e sotme ku puna, familja, pasioni dhe mëmësia janë kthyer në një pjesë të rëndësishme të identitetit të saj. Eritën shumë për jush e njohin, është blogere apo influencer, sepse bën gjëra të pjekura, të gatuara, të skuqja, dhe i hedh në Instagram dhe e ndjekin sidomos besoj se gratë, nënat, motrat, të cilat janë të apasionuar pas muzikës. Erita, mirë se na erdhe. Do na tregosh i çik historinë tënde që e vogël, pastaj do të diskutojmë në një temë tjetër, çat na tekit për ushqimin, për gjërat, për pasionet e tua. Ti ke lindur ku? Unë kam lindur në Durrës, në fshatin Rashbull quhet. Ndoshta keni dëgjuar ndonjëherë. E kam dëgjuar, fshat me traditë të mëdha, biles aty ka lindur edhe Napoleon Bonaparte. Ka lindur edhe Julius Cezari, kam dëgjuar. Edhe kantina pije, ka lindur edhe Bill Clinton, edhe do thënë gjitha personazhet e njohur. Nëse shumë mirë. Edhe te ky vend. Fiks këtu domethënë kam lindur unë. Tash i takojmë brezit Millennium. Po Millennium Shqipëri na kap tranzicioni, dhe jemi brez tranzitor nga 89 mendoj vetë deri tani. Ne jemi tranzicion. Po pse ti në 89 ke lindur? Në 89. Ai sa voçi që ke ti. Ti ke lemonim. Se unë kam lindur 71-shin. Po, Millennium. Kështu na thonë. Qa do të thotë për ty kjo gjë? Po si, dëgjoj, jemi bërë kështu si këto të Instagramit, tani shohim meme dhe themi ua na përshtatet kjo. Ne jemi ai brezi që jemi 36 vjeç,
Dukemi si 26, po jemi si 56 kështu. Unë se mendoj, nuk jemi kështu. Këtë fundi do e hiqja. Derta ajo 26 do shkoj jam. Çfarë do thotë për mua milenium? Po shikoj, unë mendoj që milenium në Shqipëri është një gjë tjetër me milenium që është jashtë, ta kupton. Ne milenium shqiptar jemi problemi i madh në 90-ta në Azuri. Pali ku kishim mendin për ditan. Halle tjera. Babi më iku fare se më iku me atë eksodin e barit. Po, në 93-shin ka qenë apo 94 ka qenë 2 eksodit të mëdha. 92-shin duket se është. Në 92-shin ka qenë. 92-shin ka qenë ambasadat në Moskë, apo jo? Pastaj ka qenë 93-shin e 94. Një në Brindisi, një në Bari. Ka ka një të mëdha. Atëherë 93-shin pra, mund të jetë kjo që po. Po, me atë ka ikur, me një të mëdha. Si ka qenë të ka treguar babi për këtë? Po, më ka treguar që kanë ikur në Bari, që i kanë ndjekur, që kanë qenë mbyllur në një stadium. Po. Në stadium kanë ndetë, nuk e di se sa kohë domethënë, dhe nga aty pastaj është një orë me familje italiane që kanë ndihmuar dhe babi ka lëviz nga Italia ka ikë në Gjermani pastaj. Ka bërë këtë lëvizjen. Po babin ku e ke prind, ku i ke? Këtu i kam. Tani janë në Shqipëri, domethënë janë kthyer. Janë kthyer shumë vite përpara. Ka qenë ju mori edhe ti të la nënën edhe, do thënë, mamaja jote edhe ti ishit këtu edhe babi iku. Fillimisht ka ikur babi. Pastaj ka marrë dhe mamin, ka ikur dhe mami bjen të këtë ikur, pandetëm fix nuk po e bëj edhe nuk e kam pyetur për datat, por që vllai që ka lind 94 në janar ka lind në Gjermani dhe mami ka qenë në Gjermani. 2 fëmijë jeni? Jemi 3. Njëri, domethënë unë kam qenë me vllain e madh këtu, vllai ka lindur në 90-ën, se jemi 91-shin fal, në 91-shin pra. Po, unë jam pak më e madhe, kemi qenë shumë afër. Ne të dy kemi nejtë këtu, kurse mami ka ikur pastaj në Gjermani me babin, ku lindi dhe vllai tjetër. Pastaj mami është kthy, kur kam qenë 5 vjeç. Babi ka vazhduar të riandej në Gjermani, punoj në atë kohë. Pastaj kemi bërë një tentativë të ikim të gjithë bashk, na kanë marrë dhe ne një kohë. Nuk arritëm të bënim letra dhe erdhëm të gjithë Shqipëri. Në 98-ën jemi këtu. Nuk arriti të bënte bashkim familje, ishte e vështirë? Jo, nuk arriti, sepse kur ka ikur në fillim në Gjermani, ka menduar që ishte më mirë të bëjë kjo mënyra me azil politik nga Kosova, që shkon në atë kohë. Edhe ne jemi me origjinë kosovare. Po, ai bëri pasaport kosovare, falso, dhe prezantohet si kosovar, azil politik. Dhe pastaj ngjiti si kosovar. U bëm me mbiemër gjyshit nga ana e gjyshës i bie. Nuk është se e kemi. Okej, tjetër nuk ishte i veti që se si mbiemri, por që po me pasaport falso e ka bërë këtë. Tentuam dhe ne me falso që të bënim këtë bashkimin, në atë kohë kështu bëshin gjëra, ti pse duhet ta dish pasaporta falso, emra, jam pasur emrin Frida në Gjermani. Jo Rida, edhe po nuk u bë, kështu që u kthyem gjithë në 98-ën, kur ishte lufta në Kosovë jemi kthy. Po, arriti të sistemojnë një farmase babit të ngrinte një farë mirëqenie, një farë ekonomi për familjen? Nëse mund të quhet, po, deri diku bëm një shtëpi, si emigrantët atëherë që kurseni për të bërë një shtëpi, kemi bërë një shtëpi. Ç'pun ka bërë babi atëherë? Ka punuar ndërtim atje në Gjermani. Në ndërtim ka punuar në piceri një herë, pastaj ka kaluar në ndërtim. Është munduar shumë, imagjinoj domethënë. Babi është intelektual, është me shkollë të gjitha dhe si pak a shumë i zëri emigrantëve shqiptarë e di që nga dikush i këtu shkon bësh as kushi atje dhe zgjedh një punë të rëndom, nuk mund bësh profesion. Po bënte këtu babi përse? Atëherë, babi ka qenë pjesë e komunizmit, kështu që ka qenë agronom dhe ka qenë në këto nivele pak më të larta në organizim, menaxhim. Po, ka qenë komunist babi atë? Jo, ne jemi demokrat. Ne kam patur babai komunist. Unë kam patur babi është demokrat, po. Akoma demokrat është babi apo ka babi po, jo, babi. Okej, deri diku, jo siç kanë qenë përpara, po është demokrat me ata që donin atë lirinë. Ka qenë te ky grupi idealistëve që mendojnë që duke sill demokracinë çdo gjë të bëjë mirë. Dhe çereku atyri që themelun Partinë Demokratike, komuniste ishin pra punë. Po të gjithë kanë qenë se nga ajo kohë vina, kupton. Tash i kjo është çik para gjykim, se i bie ti thosh babit tim komunist. Jo. Nuk ka qenë asnjëherë, po që duke qenë se vi nga ajo kohë, është ky para gjykimi, po jo, është i flakt. Në ato kohë, por jo militant. Unë ato kohë mendoj që kanë qenë më tepër idealist, shumë më tepër idealist. Po. Pra, edhe kush ishte kanë besuar në një ëndër, kanë pasur ëndër, babi ka pasur ëndër demokracinë. Do të thënë, në këtë mënyrë shifte, mendoj që edhe shkollimi ka ndikuar dhe ai ka ndrruar shumë që kjo gjëja demokracia që do vinte, ishte një gjë krejt tjetër për ne. Çka rezultoi një tranzicion i gjatë, i madh. Ai që s'ka mbaruar asnjëherë. Që s'ka mbaruar akoma. Kam përshtypjen se kështu do të ngelemi neve, nuk është se do të zgjidhim ndonjëherë hall. Po na le të shpresojmë. Unë jam ky brezi që besoj. Unë kam bërë tentativa për ndryshuar këtë vend.
Dhe po filloj tani të besoj, e kisha lënë tentativat, i kisha lënë. Tentativa që ke bërë ti për të ndryshuar? Ja marrë dhe me parti politike. Me cilën parti e marrë? Me PD-n? Jo, ja marrë pak me PD-n, sepse ne kemi edhe njerëz tanë në parti. Pastaj kam tentuar të bëj këtë ndryshim me Partinë Libra. Libra? Po kam dëgjuar kjo. Që të jemi Libra, kjo më tërhoqi mua. Ben Blushit. Ben Blushit. Edhe çfarë si vajti gjëja? Zvajti. Nuk kalum zgjedhje, nuk marrëm asnjë deputet. Edhe si me thënë mbyll. Kaq, nuk vazhdoj më. Po që edhe unë si babi, me idealet e mia, mendoj hajde ta provojmë një herë ta ndryshojmë këtë vend. Nuk eci. Nuk eci. Si ka qenë fëmijëria jote? Po, se di, nuk e di. Do të thënë një fëmijëri jo shumë e bukur, jo shumë e. Ke kaluar 97-ën, ke qenë kam kaluar 97-ën, kam kaluar 92-shin kur iku babi mami, kam kaluar 98-ën luftën. Jo, po kur ikte her pas here, po. Këto gjëra i mbaj mend. Vinte edhe ikte, po. E çfarë të ka bërë poshtë më tepër? Çfarë unë kam qenë shumë, e kam pas dash shumë babin. Mendoj, kjo nuk do. E kam pas dash dhe dua akoma se çish Zotit e kam, po që e kam pas një dëshirë shumë të madhe. Edhe kam pas atë mungesën, mendoj, dhe kam ndjesh gjithë kohën derisa kur është kthy këtu, domethënë kam pas shumë mungesë. Edhe ç'a mbaj mend, nuk e di, mbaj mend ato telefonatat e fam. Ne kemi qenë familje që kemi pas gjitha. Domethënë babi ka punuar, nuk kemi pas mungesa, nuk kemi atë që kemi thënë kemi tu me vështirësi. Vështirësi ekonomike s'kemi pas, ndoshta emocionale, por ekonomike jo. Edhe kishim të telefon në të kohë, edhe po sado që kishim telefon, nuk e di si funksiononte mirë kjo pjesa që ne nuk flisim një herë në shumë kohë. Edhe pastaj ishim kushtonte, kjo ka qenë, dhe telefonata ishin të shkurtra. Edhe vazhdonte vargu njerëzve që do të fliste gjyshi, mami, vllai, sepse babi ka pas dy vëllezër. Vinte rralla e fëmijëve, po ne kemi qenë fëmijë. Më të kemi qenë fëmijë shumë të ndrydhur, që edhe kur ne hapim telefon nuk flisim dot. Ndryshe nga fëmijët sot që po të thosh gocës time, fol pak me mamën dhe ai fillon pse është 4 vjeç. Telefonatat ka pas qenë të thënë vetëm si dëgjoj zërin, po si ç'a bën, si e mirë që gjithë një pyetje për përmendeshin. Atë kam marrë malli për babin, e ti ishte kështu. Nuk e thoje dot, a kuptoj që më ka marrë malli ose kështu. Edhe i shkreti dëgjonte zërin tuaj edhe. Kaq mjaftonte, besoj. Edhe ne kaq kemi pas. Po kthej babi të sillte dhurata gjithmonë, po. Ne kemi qenë nga këto fëmijë të privilegjuar që kishim gjithmonë gjëra Gjermanie, visheshim me gjëra Gjermanie. Na vinin këto lodrat Gjermanie, kemi pas parë to, kanë qenë nuk e di, nëse mbamën ka qenë një kështu me lojra. Po. Ato telekoma kemi qenë të parë, kompjuteri i parë në lagje kartë tek ne kështu. Edhe po, kemi qenë ekonomikisht thash, ne kemi pasur, kemi qenë mirë. Nuk mund të them që kemi qenë shumë lart, po që mirë. Ti çfarë do të preferoje kur e kujton atë fëmirin tënde, do të preferoje babin aty në Shqipëri, në Durrës, në Roshbull ku ke lindur, dhe të varfër apo sot, duke menduar sot. Apo babin atje në Gjermani dhe me një farë ekonomie dhe mirëqenie që ai ka arritur të realizoj. Po mendoj kur nuk e ke provu varfërinë, ndoshta dhe thua që do preferoja të isha e varfër dhe të kisha prindrit aty. Unë nuk e kam provu dhe më vërtet them tani që do kisha dashur të kisha të dy, të isha arritur me të dy prindrit. Kishin pas më shumë. Jo parasysh të kesh pas më shumë fëmijëri të bukur, të kesh pas më shumë ndjesi të bukura, më shumë kohë nga prindrit. Sot për shembull këtë them që do doja më shumë. Ti sa vjet ke ndëtur pa i parë të dy prindrit, kur ikën të dy? 2 vjet. Kur ai mami babi 2 vjet. Këta vllai madh të dy do të rrinë me nënën. Jo, vllai ka ndit me nënën, jemi ndodhur me vllain. Ai ka ndit me nënën, sepse nuk na mbanin dot të dyve, se mi qenë dhe familje e madhe, ka pasur dhe fëmijë të tjerë të shtëpia. Kurse unë kam qëndruar tek Tezja, në një fshat tjetër aty afër. Kemi qenë ndarë, domethënë. Te ka rritur Tezja ato 2 vjet. Po, ato 2 vjet kam qëndruar me Tezën. Sa vjeç ke qenë? Kur ka ikë mami kam qenë 3, kur ka ardhur kam qenë 5. Është mosha që tani është goca ime 4, edhe mendoj ndonjëherë. Në atë periudhë si i mban mend pak atë periudhë që si kishte asnjë prej prindërve? Po, mbaj mend. Ja, mund ta shkëpusim. Vetëm një folim dhe pastaj i presim për këtë është. Më thotë çfarë çik.
Kjo s'ishte fare plani intervistës që unë kisha menduar që ne do bënim, unë mendova ne do bëjmë gallat. Do jot ne të merremi me këto gjëra kështu. Unë jam njëri shumë i prekshëm se sapo kam lindur. 2 muaj pas parë mua hormonet akoma s'm kanë ikur. Kish me jetën e këtë çarrën e vogël që të lidh tani. Hormonet i kam akoma të freskëta. Mbajmën kur ka ardhur mami, mbajmën kam pasur edhe gjyshen atje. Gjyshen nga ana e mamit. Me tezën, në të njëjtën familje. Po, me tezën. Kur rinim ka qenë dhe gjyshen nga ana e mamit. Kur ka ardhur, sepse kur kanë qëndruar 2 vjet nuk ka ardhur, nuk ka pas vajtë ardhur. 2 vjet ne kemi ndonjë pa u parë. Nuk ka pas shumë telefonata sepse te teza nuk është se kishim telefon, kurse këtu kishim. Edhe këto. Nuk është se mbaj mend shumë, që ti me sinqerisht është periudha 3 deri në 5 vjet. Si ka qenë 97 për ty? Mban mend do pak 97, 98. Mbaj mend se kam qenë goxha bie rritur. 8 vjeç, po. Si ka qenë? Ka qenë e frikshme. Unë nuk kam pas babin në 97-ën. Mami kishte ardhur. Jo, nuk ka qenë. Mami u kthye. Mami është kthyer. Edhe ne rrinim me gjyshen. Edhe ka qenë shumë e frikshme. Ne kemi pas një shtëpi shumë të madhe, edhe ti besoj mbamën që ishte një kohë plumbash, luftë, një gjë kështu dhe ne kemi përjetuar. Jo, se mbaj mend me thënë drejtën se në 97-ën, në shkurtën 97-s, çava ferrën i kanë Itali. Okej, jo, ne kemi shkurtë, edhe në mars filluan ato. Ne kemi ndenj, ka qenë e frikshme sepse mami më ka mbajtur edhe armë poshtë krevatit dhe kur mendoj tani nuk ka ditë kur ta shkrep ta armën, nuk e kuptoj pse e kishte. Çe kishte, çfarë kishte? Jo çifte, ai tjetra. Kalashnikov. Duke se këtë kemi pas, nuk e di. Ishte marrë një antitank të madh, bapti bitë. Nuk e di, ka qenë një kështu gjë e madhe dhe mbaj mend që e ka pas nxjerr një herë, e kemi pas pa, thjesht e dinim që ishte aty. Kur mendoj tani çfarë fëmijëri o zot çka kemi parë ne. Po kemi pas edhe njerëz problematik, Durrësi ka pas pak probleme me bandat nëse mba mend, edhe aty ka zona ime ka pas goxha. Edhe ka qenë e frikshme sepse tek lagja e on dote që në krye të lagjës dilnin ata pa duke gjuajtur. Pastaj kemi pasur afër shtëpisë disa të tjerë. Imagjino të shohin se kanë qenë komshi. Dilnin dhe gjuanin kështu për kot për qetë dhe bitej aty nga xhami dritares neve. Po, kërë ka qenë mod që gjuanin. Po flinim të gjithë në një dhomë, kupto, ka qenë shumë e frikshme, gjithë në dhomë, 2 shek poshtë. Ka qenë dhe tillë. Mi ka treguar do të thënë prindrit e mi dhe njerëzit e mi sepse ata ndojtën këtu në Shqipëri. Kurse unë ika, edhe më tregojnë për shkak që tek pallati në Allias, jo vetëm aty, po gjithë lagja, gjithë Tirana fillonin në darkë, vetëm qëllojnë në ajër. Kush kishte kallash, kush kishte mitrolos të rënd, kishte marrë. U boshatis, do të thonë mbaj mend ne jemi e brezi që kemi luajtur në lagje, unë jam e brezi që luan në lagje dhe është një gjë që realisht sa do doja ta kishin fëmijët sot. Nuk e di, më mundon shumë kjo pjesë, unë kam 2 fëmijë, vajza e madhe deri diku. Nuk e ka këtë mundësi që të rritet në lagje, siç jemi rritur ne jemi rritur në lagje jashtë dhe në atë kohë lagja u boshatis rrinë gjithë brenda. Sa do kishim aborë, për prapë dhe brenda së dilje shumë. Ka qenë pak probleme edhe zona, mendoj. Kemi qenë neve. Edhe kështu. Pastaj ti u rriten do pak vajtet në Gjermani, edhe ti me në kohën e pas 97-s, na ka zgjat pak kjo e shkuar në Gjermani. Pas 97-s, babi bëri një tentativë, me njohje me gjëra, menduam që të shkonim gjithë bashkë dhe bëm leta dhe miku me mamin. Ne fëmijë, 3 fëmijë në një kohë si ka, do të thënë ka qenë post luftë dhe ti pras ke qenë jashtë, po besoj e di që nuk ka qenë fare stabil Shqipëria në atë kohë, ne kemi ikur me La Viking, që s'është më tash La Vikinga, për 3 orë kemi ikur në Itali nga Bari, me letra false normalisht, siç thash, me pasaporta, pastaj atje në Bari ne kemi qenë fëmijë të vegjël, edhe na pret policia. Edhe del mami që as ditë gjuhën, sepse nuk e ditë gjuhën italiane. Më shumë e dinim ne fëmijët nga televizori, kështu si sa mami. Edhe mami që thë kujdes si e keni emrin kështu, sepse s'do të ngatroni mas emrin. S'do të ngatroni mas mbiemrin, as mos flisni, ose kështu. Edhe këto sekuenca i mbaj mend, domethënë. Pastaj aty ka dalë dikush i afër Mioni, që nga Bari na ka çuar në veri të Italisë, në Gjenova. Dhe nga Gjenova pastaj kemi ikur me makinë në Gjermani. Me tren, jo me Gjermaninë. Kur e pe babin për të parë pas kaq kohësh, si ka qenë shumë emocionuese, nuk do e harroj asnjëherë. E kam takuar në stacion trenit. Ka qenë shumë emocionuese, ndoshta si fëmijë nuk e kuptoja, po sot për shkak të çfarë emocioni ka qenë, ai kam atë pamjen këtu te stacioni trenit kur kam parë, ka qenë me një person tjetër që as nuk e di kush është ai personi tjetër dhe e kemi kur të vjen ai shpëtimtari, kështu ka qenë, ai treni që kalon, nuk e di, ka qenë shumë wow. Sa vite ndete në Gjermani? Nuk kemi ndej me vite, kemi ndenjur me muaj, sepse na zbuluan.
Po, nuk e di se si ndodhi që u ashu dhe pastaj ne do na kthenin. Babi mund të qëndronte. Mos ju ka spionuar dikush apo? Po, na ka spionuar dikush. Po zbuluat gjë Nga kush këto apo? tanët. Po, dyshime kishin, po. Po kush mendon, do kush, cilët kanë qenë dyshimet që Po kishin të afër në Gjermani atje që na njihnim dhe kishin njerëz që ishin me letra në Gjermani. E duke qenë se ne ishim pa letra, ne qëndruam tek njerëz të afërm atje. Po. Ne ishim pak problem, sepse mund të shkaktojnë probleme këtyre të tjerëve që ishin me letra. po. Edhe kjo ka qenë. Domethënë mendojmë që një nga këto të afërmit që ne Me kemi letra? qëndruar me letra, normalisht ka pas frikë. Po. Edhe ka spionuar. Babi mund të rinte, por duke qenë se ne nuk kishim më shanse për të ikur, sepse ke parasysh babi ne kishte mbajtur ëndra ideja që një ditë ne do bashkoheshim gjithë në Gjermani. Ne s'kishim më shanse, pasi u doq kjo ne na morën gishtat e gjitha, mamit i morën gishtat, edhe nuk mund të shkonte më, domethënë në Gjermani dhe aty babi është kthy me neve. U kthye të gjithë Po bashkë. jemi këtu gjithë bashkë, po. Ai vendosi që tashmë të Kemi kthy me kthehen, makinë, kemi Se- bërë gjithë ato rrugë nga Gjermania deri në Shqipëri. Austri, Francë, na është duke sikur jemi parë botën atëherë. Po si të duke jo si kur je kthyer nga Gjermania, ishe i trishtueshëm që po ikje nga Gjermania Ja, apo? unë kur kam shkuar në Gjermani, lutesha çdo natë që të thesha në Shqipëri. Madje mendoj të them ne që unë i kam bërë ters prindërve të mi. Nuk kam dashur të ikje. Sa vjeç ishe? Në 98 mbjetëm që diku te 9 vjeç, 10 vjeç. Po. Po sa kishte filluar adoleshenca. Gati. Ose s'ka filluar se në atë kohë fillonte çoç më vonë, por që unë lutesha çdo natë, o Zot, lutem bëj që të kthehemi. Unë vetëm doja të kthehesha. Çdo natë që më fleja gjumë, unë du të kthehem në Shqipëri. Po. Nuk ka, jo se sa rritat përshtatesha, ndoshta nga fundi edhe mund të ketë pëlqy, por që edhe pastaj the, ore, mos e bëra unë që se Zoti më gjej lutit kalama, unë ka thënë gjunat. Ti ike nga ato krismat e luftës që ka qenë në Shqipëri në 98-s, edhe deshi që të ktheheshe përsëri në Shqipëri, nuk të pëlqente Kam qenë shumë e lidhur me njerëzit. Ndoshta mund të jetë edhe fakti që isha shumë e lidhur me familjarët këtu. Se të kesh pas mungesë mamit, babit për një kohë gjatë, bënet më të lidhur me njerëzit e tjerë. Po. Kështu që më mungonin njerëzit, Cili jo ishte njeriu vendi. që i ke qenë lidhur më tepër? Ka qenë tezja dhe gjyshja nga ana e mamit. Pse gjyshja? Ka qenë shumë e mirë, shumë e butë. Ka qenë shumë e mirë. Nuk të fose të ish pullasi. Jo, ajo, tezja çoçë tentonte, po edhe sa ajo se bëte se më kishte kështu si amanet, më kërcënonte. Si ka qenë pritjet e to, po ke qenë e vogël, ke qenë të rrep apo të tolerant? Të rrep. Të rrep. Mamaja më tepër? Mami ka qenë e rrep, besoj ka qenë pak edhe detyruar. Sa? Po në 97-ën ti s'ke qenë, po ne gotëve na thoshën kujdes, të marrin, çën në Itali, ka qenë kohë që Po ti ishe kalamon në 97? Jo, kam qenë 7 vjeç në pra, atë kohë. 7 vjeç ka pas transport. Ka pas trafikim fëmijësh shumë atë Wow. kohë. Po ka pas Ke dëgjuar ndonjë rast ti vërtet që do thënë që ka marrë fëmijë? se di, tani ne mund ta kemi të ngulitur pak edhe nga prindrit tan, po ne di që ka pas shumë trafikim fëmijësh në atë kohë dhe ne kemi qenë gjithmonë që kujdes, ne siktim askund vetëm. Po. Televizionin dot. As në 98-ën, kur kanë qenë që erdhën kosovarët, se kanë ardhur kosovarët aty tek ne. Lufta. E në 98-ën ka vazhduar kjo që ka vazhduar shumë gjatë. Po pse edhe prezenca e kosovarëve ka krijuar probleme apo jo? Jo, ishte ka vetë- qenë nuk u shujt problemi i trafikimit, nuk u shujt Po. mas se erdhën kosovarët. Ka 97-98 nuk pati shumë ndryshim. Keni mbajtur edhe ju në Kosovar në Shumë, ne jemi në me origjinë nga familje? Kosova, Po, dhe e. ne shtëpia jon ka marrë deri në 40 veta Jo që më kanë jo. flet aty. Po. 40 veta. Do pra ti 40 kur u ktheve veta. nga Gjermania, u gjendët me Unë kam pas një klim shumë të lezetshëm nga fillimi deri në fund të fëmijërisë. Aha. Po. Kur u Kush kthye- ishte asi njohët këta kosovar që? Po ne jemi me origjinë nga Kosova Po, dhe i po. mbajmë akoma lidhjet. Janë familje ndoshta jo shumë të afërt, jo daja teze, Po. por kushëri për nga të gjyshës. Po. Edhe gjithmonë gjyshja ime nga ana e babit shkonte dhe i runte gjithë, jo se shumë, sepse komunizmi nuk ka qenë që ti shkoje në atë kohë. Po. Por që i ruante marrëdhëniet e relatat dhe babi i ka rujt bashkë. Dhe pothuajse të gjithë njerëzit që kemi pas që janë shumë. Njerëzit që kemi pas atje, plus ça njihnin ata kanë ardhur te shtëpia jonë. Po. Pastaj ka qenë dhe kjo ne kemi pasur kampe shumë afër dhe ata që sepse nuk mund t'i marrim gjithë shtëpi, vinin njerëz në shtëpia jonë, pastaj ka pas familje që rrinin më gjatë, po disa që nuk mund të rrinin te kampi ngjitur dhe vinin lanin rroba, shkonin. Ka qenë një kohë që ne kalamajt e kemi shijuar, mami im është lodh, po ne fëmijët jemi kënaqur në atë kohë. Sepse kishte edhe fëmijë të Vini tjerë. fëmijë të tjerë, bëjnë rrëmuje e madhe, lojë, ndërkohë që mami mund të qenë Më fal 40 njerëz brenda në shtëpi që flinin. ka qenë shtëpi e madhe, po. Që flinin në shtëpinë tuaj. Si e bënte mami për të gatuar, për të apo edhe gatet janë ti? Ka qenë atë kohë, nuk mendonte njëri për ushqime, ka qenë kohë lufte, s'kerdi, kanë ardhur nga lufta, nuk është se është konsideruar ky problem se si do gatuan ose kështu, kanë qenë ndihmat.
Ne kemi pasur kampin shumë afër. Sa ko ka ndajtur aty? Po tani unë nuk e mbaj mend fik. Jo 40 veta, 40 veta kanë flet një natë se deri në 40 veta, jo 40 veta kanë 2 natë, një natë kanë nejt. Pastaj ka pasur vinin. Shtëpia jonë u bënte gjithë shtëpia shtroshin dyshek në të gjithë dysheket, çfarë kishte. Sepse dysheket i merrnin te kampi, kanë qenë këto që fryeshin, edhe i binin tek shtëpia, edhe shtroshin nëpër gjithë shtëpinë, sa zetë shtëpia mund të vinin njerëz aty. Pastaj, pas kësaj periudhës që fillon të vinin, se pati një periudhë që ne qëndruan, nuk pati më ardhi, por qëndruan derisa u çlirua vendi, derisa u stabilizua pak gjendja, kanë dhënë familje pastaj që kanë qëndruar me ne, kanë një goxha gjatë me muaj, do thoya, po nuk e mbaj mend fiks. Interesante. Në këtë kohë kur u mër mami babi me ty. Këtë që kanë bërë prindërit e tu për vëllezërit e Kosovës. Do ta kishe bërë edhe ti sot? Po, do ta kisha bërë. Po, as diskutohet, po. As se mendoj domethënë që patjetër që po. Ne jemi shumë të lidhur me Kosovën, ne du shumë, unë kam punuar në Kosovë. Do të thënë shumë e du sa që kam zgjedhur tikit punoj menaxher eksport në Kosovë. Do të thënë më zhduk sikur kam sikur kam plotsuar atë ëndrrën time për ta jetuar çik. Kur kthehet babi me çfarë po filloi të punonte, me çfarë filloi të marrë? Babi fillimisht ka provuar, sepse kishte koha shumë e vështirë, ka provuar të bëjë profesion dur alumini, e mori si profesion, filloi të merri për disa vite, derisa pastaj u fut në punë shtet. Është futur në shtet, ka punuar te tatim taksa deri tani që ka dalë në pension, diku 20 vite. Në Durrës gjithmonë. Në Durrës, gjithmonë Durrës. Kush e futin në punë, Sala apo Rama? Sala, se pyet ka, ta thash. U përzindej çik nga politika. Po futur forcat e veta, ore ti, e futën forcat e veta. Po mirë, kështu ka pasur, po ha. Do të thënë, u përzindej çik nga politika edhe e futën se kush jo shumë, nuk është marrë drejt për drejt me politikë. Përziheshim gjithë, mos bëjmë kot tani. Edhe ne fëmijët përziheshim, merreshim ato bluzat i vishnin, po që jo, nuk është marrë, si më thon, shumë thellë në politikë, po që po. Edhe pastaj kur erdhi Rama nuk e hoqi nga puna, e mbajti vetëm. E mbajti vetja vet. Sepse ka pas qenë kështu tani, ha. Ka pas qenë që vinte Sala i kishte ato të PS-s. Tash babi im, edhe ka qenë shumë i zotit dhe e ka mbajt vetëm puna vet, sepse ka qenë një nga ato personat që deri në fund e kanë kërkuar që edhe madje edhe pasi ka ikur e kanë kërkuar sepse shumë i dhën pas punës. Është nga ata njerëzit që tani nuk ka më ashtu punëtorësh, ata që punojnë e bëjnë punën shumë mirë, edhe kur ikin lejnë boshllëk, lejnë mungesë. Po mama çfarë bënte? Mami ka qenë mësuese biologjie, por që pastaj kur është shkëputur nuk është kthyer, sepse pati një shkëputje shumë gjatë. Ike në Gjermani, ardhja, 97-a, pjesa që erdhën kosovarët e kështu dhe pastaj nga shkëputja nuk u fut më në punë. Ti vetë çfarë punë ke bërë? Për çfarë ke studiuar? Ekonomik. Po. Dhe kur ke filluar të punosh, punë e parë që ke bërë? Call center. Call center. Fillimisht kam filluar kur kam qenë në master. Po. Kam qenë në master, kam punuar në call center dhe pas master kam kaluar deri në profesion. Çfarë call center ishte? Teleperformanca. I pari që ka qenë Shqipëria ka qenë Durrës. Që bëj luçe gaz, merrsin apo me telefonat? Jo, me Sky, se ti e njeh me Sky, që qenë shërbim klienti. Okay. Servizio klienti Sky, Sonana. Po thotë ky është emri i tretë në jetën time. Ti prezantoj që si Ana. Patjetër. Tentova ta ndryshoj, po nuk e di më gjiti ky emër dhe te ky ndejta pastaj. E si ka qenë kjo punë jote që bëj edhe shkollën edhe call centerin punën? Nuk ka qenë keq, ka qenë bukur. Call centri ta jepte këtë mundësi që ti ta bëj punën me orare të caktuara dhe ishte ajo që sa fillon të merrnim lek vet, nuk e kishim provuar. Deri atëherë na kishte mbajt babi. Edhe në call center kisha mundësi të punoja sa doja dhe ka një gjë shumë mirë të italianë që bëjnë në një mënyrë që ti futesh asaj punës e ta bësh se të shty leku, edhe kam pas punuar dhe më gjatë, më pak goxha të lartë. Për të konkurruar edhe babin. Sa ishte rroga e parë që ke marrë? Sa lekë ke marrë? 500.000 lekë. Si do duka aty? Wow, në atë kohë llogaritë veti, domethënë bëhet fjalë para sa vitesh 16 vitesh? Po, aq, 16. 500.000 lekë, kuptoj. Nuk ishte as minimali atëherë më duket 150. Çfarë bëri me ato 500.000 lekë? Nuk i kam pasur vetë gjitha. Do tregoj. Se babi mendon që do të bësh as zonja. Do tregoj diçka, kuptoj. Vjen goca ime. Nuk, unë s'kam çu kur lek familje, ti më sinqert. Po të them se unë kur s'kam çu siç thënë disa rrog, unë nuk kam çu kur rrog me familje, nuk e di goca jote. Unë e kam paraqit që po pastaj. Unë kam familje në Rom, edhe goca është në vitin e fundit të universitetit atje, ajo për ekonomik.
po studion. Dhe vjen të punoj këtu. Në tetor-nëntor të vitit kaluar të 2025-s, çka tjetër. Sepse kishim nevojë tek marketingu për një koordinator. Thash, ok, hajde, pse nuk vjen? Dije, ok, do të vi. Në rregull, erdhi për bukurinë. Pastaj punoj disa muaj, erdhi sezoni provimeve dhe ju dedikua provimet tani edhe u shkëput. Edhe i bëm kontratën e rregull, se ne gjithë këtu kemi kontratë kështu të rregull, rroga në bankë, si çdo punonjës tjetër, gjitha me radhë. Të thuti, rrogën e parë, tha, në shtëpi, ishim në Romë, i kisha ardhur rrogën në llogari, tha, do t'u jap danë këtë gjithë në shtëpi, gjithë qepë të madhe që kishim marrë Romë, deri gjithë se unë t'i kam vënë lekët. Rroga jote, tash lekët vëni tjetër, hajde, ose nga ky qep u dalin lekët. Po mirë, më tej pastaj pas universitetit, cilat janë punët që ke bërë? Po mbrave shkollën. Unë kam punuar fillimisht ekonomiste. Direkt e kam fillu pas shiko, them drejtën, call center më ka ndihmuar shumë. Mendoj që në Shqipëri nuk është se kishim kulturë pune, në universitet nuk e merr kulturën e punës. Edhe unë kulturën e punës e mora në call center. Kam qenë shërbim klienti, por që italianët janë shumë të zotë. Unë kam thënë në ka një popull, nuk sa i quajnë vetën vet ata mos kalconi, po fiks janë. Nëse bëhet fjalë për marketing, unë nuk kisha të bëja me marketingun, pa të gjej një mënyrë që ti të mësoje marketingun. Do të momentin që ti bëhesh shërbim klienti dhe të shisje, unë aty mësova të shisja. Dhe të shisje në mënyrë tërthortë, jo duke i thënë shiko se unë po e marr për këtë gjë, po ti ai merr të për hallën e vet ti do shisje. Edhe më ka zhdervjellësuar shumë, përveç se mësova italisht shumë mirë, dija, po mësova shumë mirë edhe më dha goxha shkatësi te puna e shitjeve. Edhe në natyrë ti do thënë këtë. Po, e kam edhe çik në natyrë, po si më thënë drejtimin ose pa konstruksion dha dhe ajo, ndihmoi shumë. Edhe pas kësaj unë kam punuar pastaj ekonomiste dhe fillova të hapa edhe një gjë faqe për shitjen online vet. Çka ke shitur? Rroba. Të ka ecur? Po, më ka hecur, në atë kohë, okay, unë kam dash gjithmonë këtë gjën e shitjeve, kam qenë kështu. Po kam pas shumë shtyre nga familja ime, nga babi im që tisha ky person strukturuar siç është babi im. Unë do të isha në zyrë 8-5 dhe ishte privilegj punoja nëse do arrija të punoja në bankë ose në këtë punë kështu. Edhe e kemi të mësosh me atë dinë që kjo është gjëja më e mirë, ndërkohë që në fakt më e mirë që më jepte lekë ishte kjo tjetra. Këtu më jep 500.000 lekë, këtu kapja 1 milion lekë. Por që prapë për babin tim, s'është puna, kuptoj, kur vishesh me kostum, vishesh, edhe okay, ka qenë shumë ndikim për hir të vërtetës, edhe unë kam bërë të dyja këto punët paralelisht, edhe shitja edhe këtë, edhe ndërkohë që bëja në call center, edhe jo, call center në kalon në profesion, edhe ndërkohë që bëja këtë, bëja do hap një dyqan për fustane nusesh, fustane me qira, që këto s'ishin hap akoma në atë kohë. Dhe sa hitja këto i detë mia, më thotë ishin familja kështu. Po çak do po nuk është ajo, nuk është ti s'e merr vesh njëri që jetë ka ajo punë. Ç'a punë është ajo? Punë është kjo kur shkon aty, ka lezet, ç'a je ekonomiste financiare, kontabiliste, edhe ajo, edhe kështu zgjati për 5 vite kam punuar ekonomiste financiare paralelisht me punën e shitjeve, pastaj derisa e mbylla. Fitoje më tepër para me shitjet e rrogave? Me shitjet. Kjo ishte kështu bonus. Po rroga si ekonomisti ishte bonus. Po pse hoqi dorë pastaj? Nuk ka ecsi, nuk. Jo, kalova punë tjetër financiare, ekonomiste financiare, u rrita në detyrë. Fillova të ndiqja fikse atë që thotë babi ose familja në total, që të bësh atë, do të thënë, të rritesh atë. Kjo gjë që bëja të rritesh. Për familjen time nuk kishin rëndësi lekët, për mua kishin. Okej, unë çfarë kam kuptuar që kishin shumë rëndësi lekët me të drejtën, por që për familjen time duhet të kishim këtë emrin të bësh të jesh vajzë në karrierë. Edhe u bëra ekonomiste financiare në një kompani tjetër. Bëra disa trajnime pastaj me italiane, vazhdova në histori me italianët e kështu, edhe si me thënë, bëra goxha më mirë, pata pak më të mirë, po jo shumë të mirë. Kur hoqa dorë nga shitjet, raj çik niveli që unë nuk isha mësuar shumë me atë lloj, dhe rritja pastaj në këto punë të stabil është pak e ngadalë. Ti çdo vit pret që të rritet e rroga, unë nuk isha mësuar shumë. Pra, sa ke fituar në maksimumi me shitje? Në muaj më i mirë. Po, në atë kohë. 2 milionë e gjysmë. Muaj më i mirë. 2 milionë, po. Po muaj më i keq? Po mund të qenë ndoshta 500-600 lekë. Më i keq, jo. Më i keq ishte sa paga punës tjetër. Po këto rrobat veshët ku i gjeje? Në Kin. Ti procesi në Kin, edhe me Alibaba për shembull, edhe ti sillen do të ishe se këto. Po, pak a shumë. Po, këto kanë AliExpressi, eBay. Sa fitoje për një, ku diun, shisi një bluzë mbi fjala?
E blije 5, e shisje 6, 7, 8, 10 apo 20. Ka një Se mbaj më, nuk e mbaj më. Sot tregosh tani. Po shiko, unë kam qenë ekonomiste i bëj llogari. Unë them gjithmonë, për sa ja vlen që ti ta bësh këtë punë. Do të bësh një llogari që unë ta bëj këtë punë për mua, për sa ja vlen. Edhe normalisht bëja një marrë shfitimi pak në 50% që duhet ishte. Po ka dhe një 1 e shisje 2, këto ke fjalën se ishte 1.5. Po, 1.52. Po, okay. E bëj është marrësi normale kur bën këto shitbërë këto gjërat. Okej. Po me bashkëshortin tënd ku e njoh, si e njoh qysh tek mund na tregosh apo? Po, patjetër. Hapet në rrjetet sociale. Do të tushit rroba aty. Jo. Aty ka qenë kur ne i njohëm në kohën e Covidit, kur era pandemia, edhe jo tamam kura pas i bie. 2020, në mars 2020. Po, jo në mars, në qershor. Po. Ka qenë koha që sa kishin fillu pak që lëvizin, se në mars nuk lëvizin fare, nuk dinin fare, mbyllëm. Edhe dikush i thotë që shkruaj kësaj gocë, më kisha filluar dilja në për revista atëherë, në revista Klase, çka kanë qenë të revista dhe se në atë kohë fokusuam shumë tek shtëpia, tek gatimi dhe këto dhe bëj. Ti filloi duke hapur profilin, profilin për gatimin. Kisha filluar, isha futur te blogu dhe bëja disa kështu për disa revista çfarë receta ose çajin këto dhe fillova dilja pak me imazhe, dikush i thotë burritim që sa e mirë që goca shkruaj, edhe ai ka qenë me mamin e vet, edhe që nga mamat që mendojnë që çdo person është nga televizori mund të të vinë në shtëpi, a kupton? Edhe i thotë, shumë e mirë shkruaj, nuk më njihte fare kush ishte. Shkruaj, se duket e mirë kjo. Edhe kështu, më shkruaj, po, fiksa ashtu ka qenë. Më shkruaj, edhe unë nuk i përgjigjem për shumë kohë. Njohja me burrin është komplet, është kështu. E ke parasysh që thënë do zoti pa bën sa që unë nuk disha bërë kurrë me burrin tim. Për mua jo një herë. Edhe më shkruan një nga shumë mesazhe që unë kisha nuk më interesonte fare, isha kështu out, as e marr në konsiderat. Kalon një muaj dhe dikush nga kushëret e mia futën në telefon dhe shef, kush është këtu? Po ku di që unë kush është këçoni që më. Po çka e mirë, po ik më andej tash çfarë. Po ti kishe parë vetë do? E kisha parë, po thjesht nuk e kisha konsideruar. Ishte një gjë kështu që. Po pse çast kishte pëlqyer ty? Po nuk e konsideroja, më isha në atë kohë që kisha filluar të bësha VIP. Sta mushte sy, deshe në i VIP-en e ti, kështu e? Ishte njëri thjesht. Tash me që hyra kësaj rrugë. Ta gjenën në sërën time. Okej, shaka, po që jo është normale. Thjesht ishte nuk e konsideroj internet, tash unë çka gotë me shkollë dërmeshë, me njohje Instagrami, Facebook. Unë para gjykoj atë gjithë ato që e bënin. Madje për shumë kohë ka turp ta thoja që kam njohur rrjete sociale, vite zor ta thoja që kam njohur rrjete sociale derisa kjo gjë filloi të bëj normale që okay, fillova ta thoja që kështu. Edhe po as vet jo, më thot një vit po kthej, po nuk merremi të lutem thot kthej. E them në një po, them në herë Zotit duhet i them faleminderit asaj që më ka thënë kthej, se unë kur në botë dhe ajo më thotë me atë ja kthej përgjigjen, ky më shkruan, po a kupton një kështu, po çfarë do ti thash, shikoj që kishte një foto në Angli, kurrë më nga Kuksi me lidhje shpirtërore në Angli dhe ka jetuar në Andej. Çfarë do ti thash, çfarë po kërkoj se çike në Angli, unë isha kështu me ato edhe fodullit çike duke bërë kështu si njësh. Si vete pra? Ty bëdhe si njësh. Edhe aty ka filluar pastaj. Ajo shumë i qetë, unë jam shumë kështu. Ai kur jo ishte këtu, ishte kthyer. Ja kem thënë pra, jam kthyer tha. Po ha pra thoj, hajde bie që deri shtëpis kërko dorën i thotë javë. Ja. Fillon njëfsheshim, ai ishte shumë, ajo shumë i urtë, shumë i qetë, unë ndërkohë. Thash okay, shikoj se për shtatë, se dy si unë s'bën, më mirë një qetë, një kështu si unë edhe hajt. Edhe kështu. Kur e prezantove familjes? Pas një vite sa e kam prezantuar. Si ishte, erdhi në shtëpi dhe jo, ka qenë pak e vështirë. Burim vjen nga një martesë, bashkëjetesë para dhe ka një fëmijë. Edhe unë e kisha faleminderit, edhe unë e kisha shumë problem, nuk i thoja dot babit. Unë kur jam thënë babit, kam shumë me lot si sa thash babi kam bërë shumë gjëra që vetëm që ti dilja krenare para babit dhe ndërkohë mendoj që këtë burrin tim nuk kishte shans ta pranonte. Edhe kishte këtë gjë domethënë dhe përveç saj kishte kaluar një hemorragji cerebrale. Edhe që kishte lënë pak pasojë të dorat e këmbëve që pak dukej, domethënë. Unë kishte kohë që më thotë burri që ti thoja, familja e tim njifte që në edhe më bën impresion, a kuptoj që pse si thuaj, ndërkohë u zguxoja, nuk kam qenë kështu dridhesha, vetëm kur mendoj që se dridhesha, si do t'i them, edhe isha bërë gati, babi më thotë më harroje ty,
Shifnaj që tjetër, a kupto, këtë nuk e merr. Babi ishte autoritar. Jo, nuk ishte autoritar, ishte thjesht kërkuar, nuk është atë babi më shumë i butë, po thjesht është Sikur do të thoshte babi jo, çfarë do të bëj ti? nuk e di. Nuk e di. E unë këtë kam menduar, që do më thonte jo dhe mendoja se çfarë do bëja sepse isha e bindur që do më thonte jo. Edhe një ditë i them babit, do bim një kafe, thash se kam një gjë për të thënë. Okej, shikoj se isha edhe një, sa kam qenë atëherë, 30 vjeç, mendoj që ka ndikuar dhe kjo. S'ke qenë 15 vjeç. Edhe po sado, e kam pas gjithmonë këtë që doja që çdo vendim që merrja që babi ishte shumë krenar për mua. Babi, jo mami. Kryesisht babi, me babin e kam pas më shumë. Po, goc babi dhe tani më vjen plaska kur mendoj që nesër goca ime do më bëhet çusion. E them ndonjëherë te blogu por që edhe marr babin kafe, them gjë kam një gjë them për të thënë, unë kam njohur dikë. Kështu. Okej, thot shumë mirë, thot. Kush është? Po është ka emrin kështu, është nga Kuksi, Po mirë, shumë mirë, thot silla unë, çu edhe këtu që më thotë kaq. Po dëgjoj se ka këtë unë. Okej, në rregull. Ma thonë, okej, ç'po thotë? Si thash unë? Po silla thot ta takojmë. Më vërtet, po kur i tha unë ngela, kupton? Të priste vëndje. Po thash kur i thash si? Po që sot po desha? Që thash, për tjerë. Kjo ka qenë gjë e papritur, unë isha kështu. Baba ka thënë, unë du me donë durë me të i shapë. Për zotin, ka thënë 30 vjeç tiki, tash në familje të vet, çfarë tjetër ta marr? Ja, e vërtet ai ishte që ai e kishte kuptuar dhe e dinte. Dinte për këtë djalë. E dinte se unë kam pas makinë në të herë dhe te makina më shifja gjërat e mia, po ndonjëherë merrte babi makinën time. Edhe një album i imi rrinte në makinë. Album fotosh që kisha larg fotot bashkë me bashkëshortin që jam tani dhe albumi kishte nga fillimi e si vazhdonte gjithë lidhja jone, kupton, ishte kështu romantik me foto të stampuara, jo në celular. Jo, foto të stampuara, kam dash gjithmonë këtë pjesë. Edhe ai e kishte parë te makina ime, makina e punës ka qenë atëherë, ai bagazhi ka qenë i madh. Po babi e përdorte se si do, unë mendoja që duke futur aty mbrapa unë e kisha të sigurt atë albumin. Këtë ka marrë vesh mrapa që e kishte parë dhe aty kishte zbulu mu, gocën e gjatë dhe gocën e gjatë tjetër. Edhe kur tha që unë e kam atë se unë thash ç'ne, e kishte parë kështu Chun King, nuk kishte ditë të tjera, por kishte parë Chun King edhe hajt, thonë që do jetë çuni mirë pavarësisht këtyre gjërave. Rëndësi ka në radhë parë njeriu. Po mami si e priti mami? Jo, edhe mami mirë, shumë mirë. Po mamin e prisja që do e priste mirë. Mami është më kështu, më tolerante. Është pak kështu, po nuk e shpreh mban. Çfarë raporti ka bashkëshortit me prindërit e tu? Shumë të mirë, sidomos me babin ka një super raport. Them ndonjëherë, domethënë, madje gjithë familja ime ka raport shumë mirë me bashkëshortin tim, saqë shumica e rasteve mbështesin më shumë atë se unë. Kur bën ndonjëherë sherti thot mamaja. Gjithmonë, nëse unë them një gjë, ato janë prirë ti thënë aty ke drejt, jo më, çdo gjë se nuk thot kot. Që unë kam timin shoqe, për fat të mirë ne nuk bëjmë sherre. Po një kështu debat të vogël, që atë budalliqe normale. Por unë ngacmoj vjerrën time, nga i herë, kështu, edhe Vjera edhe e beson, për shumë kur i them ndonjë gjë që ja, goca jote s'më shërbes, më bën s'më ashtu ande këtë banë, këtë pastaj ku diun. I kthehet, çunit, mund të thot çuni, apo kështu është mami. S'keni ti çuni ande këtë banë, që të mban anën time, jo të kotës vet. Jo, ne kam më të rënd situatën, ne kam se ne edhe ne nuk është se zihemi, me thënë drejtën, po un kam këto dua të ikit jetën në periferi, nuk dua të jetën në Tiranë, nuk e du Tiranë. Du të bëj shumë pushime. Mundohem dhe prapë pesi bëjam, unë i futëm të këtë gratë që i rezervet, pushimet dhe mi bëra, unë zemra dhe ikim. Shpenzon shumë? Po, shpenzoj qik dhe me thënë, dhe ai nuk ka qatë më bëj, se unë kërë bëj fakti të me kanë bërë, aku të iko. Edhe gjithë më kritikojnë mu që, stop, ndalo, jo, ti e ke gabim, se burim thotë, por e nuk du të shkoj, thotë, nuk du për i rezervon. Aktualisht, qëko, pushimet du të merrin gratë. Edhe unë ti me shoqja e që me më bërë. Para së më dhe unë se ku do shkojmë që do bëjmë mësë koka. Fix fare. Po, aktualisht punon akoma si ekonomiste, si financiere, si një kompania, po... Shiko, una, kur ndodhi pandemia, blogu ka qenë i hapur. Tani, pasi bëra punën financiere... Blogun ku, në YouTube, apo në Instagram? Jo, në Instagram. Hape faqen në Instagram edhe ke filluar duke... Unë punoja nga financiere, ekonomise financiere, ta tregoj edhe këtë. Ky personazhi im që është shumë eksploziv, 8 me 5, tha stop, tha unë nuk e bëj më.
Më thoni çfarë doni, nuk e du karrierën, thash, nuk du asnjëherë, më mos veni as shef, u bëra shef e finance, nuk e duj të shef e finance, mua ma ishi. Nuk më intereson tash, kjo gjë nuk më intereson se unë nuk mund të rrit 85 mbyll dhe nuk mund ta bëj. Dhe më thonin edhe ato shefat që po shikoj se je shumë e zonja, e bën shumë mirë, do ikja me një trajnim në Itali atë kohë. Po prisja që ti ke të bëja do mësoja një sistem financiar që në Shqipëri s'ishte futur akoma. Edhe unë kisha një vit punë dhe direkt mas një viti ma besuan, nuk e kisha besuar askush që të shkonte ta bënte atë gjë. Nuk më intereson, tash vjen shumë keq, tash mund ta mësoj edhe di që do të mësoj dhe do e bëj shumë mirë, tash, po nuk e du thash do vi një kohë që do ta lej tash atë gjë, edhe dua të bëj diçka tjetër. Çfarë don tha ky shefi, unë thash du të dal jashtë në shitje. Ja propozova që të bëhesha menaxhere shitje ose kështu aty. Çfarë kompani ishte kjo? Hoteleri turizëm, distribucion kështu për hotele. Okay. Këto. Edhe të pëlqente terreni ty, domethënë terren të merresha me njerëz, shitja, unë do dilja prapë të shitja tek ajo që kisha filluar që në fillim, që më jepte atë adrenalinën. Edhe në atë i thash do shkëputem dhe do shoh thash çam për shtatë, dhe kam bërë thjesht shkëputje nga puna. Ka qenë hera e parë, ndoshta shkëputja vetëm që kam bërë nga puna ka qenë kjo, dhe nuk ka zgjat më shumë se 3 muaj vere, që zgjodha vetë të rija shkëputur. Edhe ndërkohë bëj ca intervista dhe po mirë, ata nuk të vendosën në shitje ty, ishte te kjo kompania? Po nuk më përshtaste. Ishte një gjë jo shumë, doja pak më shumë, me konsideruar vetëm pak më zonjat. Okay, në rregull. Edhe bëj disa aplikime dhe aplikoj në një firmë ndërtimi për menaxher eksportesh. Po. Edhe kur bëj intervistën më thotë, po je femër, ku do shkosh menaxher eksporti? Po ç'ke ti ta mos e bëj unë? Po. Edhe thjesht ai pronari, shefi, është një kompani më të mëdha në Shqipëri, që kam shumë respekt dhe besoj ka akoma respekt për mua. Kuptova thash ky s'do marrë mos se do thotë ku do shkoj kjo kupto. Pas 2 javësh më marrin telefon do vish për një intervistë tjetër, unë thash wow, tjetër, se kisha menduar më vërtet që mund ndodhte që punoja në ndërtim. Ti bëre me shefin e madh, me shefin e madh fare, me pronarin e gjithë. Me themelusin ndoshta themelusin Decol Brunës, nëse mund ta them. Ti edhe një. Unë nuk e njoh se kush është, por Brunës e Decol e njoh. Po, direkte me atë e bërë intervistën edhe ato po kërkoj një menaxher për pjesën e Ballkanit, Kosovë, Maqedoni, Malizi. Edhe kishim marrë gjithë kohës meshkuj, nuk kishim konsideruar ndonjëherë femër dhe nuk ishte shkuar ndonjëherë femër. Unë isha e çuditshme dhe si aplikim aty. Jo më kur shkova. Por që tha, okay, ta merr mendje, më tha ta bësh, ma merr mendje, thash ta bëj, thash. Se shifte eksperjenca kontabiliste, ekonomiste kontabil, financiere. Do të thënë që duke dalë ai sy mbylla si ma la mua, sy mbylla si hyra se puna. Edhe thash po ma merr mendje e bëra atë punë. Sa vjet? Gati 1 vit, sepse era pandemia. Kur ra pandemia pastaj, kam hapur blogun këtë të kuzhinës dhe që gjithë po ç'ne do thënë blog kuzhinë, unë nuk hapë blog tjetër. Po do merresha me jo, e kam pas pasion gjithmonë. E kam pas pasion shumë gatimin, kuzhinën. Kjo është ajo gjë që nga kush? Nga gjyshja, këtë kam pas nga gjyshja ime. Kam mësuar që të vogël ta. Po më mësonte, më shtynte që ta bëja. Ka qenë pak ke gatuar kur ke qenë e vogël? Po, që e vogël. Çfarë gatuishe? Me gjyshe? Byrek. Që e vogël edhe e kum thotë ajo, sa të mirë ke bërë, më të mirë se unë thotë, si që unë të bëja më shumë. Po që po byrek, flije, gjithë çan këto gjëra tradicionale. Edhe këtë hapa blogun, ne kemi pas shtëpi në periferi, ndërkohë që gjithë Tirana, Durrësi, gjithë Shqipëria u mbyll. Unë isha ndaj të pastër, do t'i vëtë në lezeton të muenet me në shtëpi, nga menaxher eksporti që isha fare në shtëpi, një javë, vetëm një herë në javë, kisha bërë kështu. Nuk kishe bërë akoma fëmijë. Ja, si ishte martuar. Edhe u fokusova te kjo gjëja, pastaj më shumë për qef, për pasion gatuja për qef dhe njerëzit ndërvepronin, po në atë kohë nuk ka qenë Instagrami, Facebooku dhe këto kaq sa që janë tani. Nuk ishte gjë as ishte e rëndësishme, unë nuk e përdorja, unë e bërë përdoruesi Instagramin në atë kohë, pas e kisha. Edhe filloi, domethënë duke bërë këtë pjesën e gatimit e nxjerra baçen, babi më është agronom, përveç se punoi tatim takse, bën një baçe fantastike, nuk e nëse e ke parë. Edhe e postoja baçen, natyrën jashtë, njerëzit e kishin shumë qejf. Unë jetoja afër detit. Gjithë ishin brenda, po, unë jetoja afër detit, kisha detin aty dhe thjesht jepja një përveç recetave, jepja edhe këtë gjën tjetër, jetën në natyrë, në fshat, për produktet bio, dhe nëse mba mend, në atë kohë filloi te ky zhvillimi i fermave të vogla, kam mbështetur shumë ferma në atë kohë, se doja shumë këtë gjë. Edhe në atë kohë filloi blogu. U rrit shpejt? U rrit shumë shpejt, sepse besoj që ndikoj që mendoj që gjithë jemi transformuar në Covid. Covid kemi dhënë një drejtim tjetër jetës tonë. Dhe në atë kohë unë këtë drejtim mora. Blogu rrit shumë shpejt. Punë 1 muaj, 2 muaj dhe mua më ofruan bashkëpunimet e para, pastaj në mars era pandemia, në maj kam pas bashkëpunimin e parë. Çfarë bashkëpunimi? Me një market. Më ofruan, unë as nuk e dija çfarë çan këtë bashkëpunime, se nuk isha kështu halt, por kisha pas një rritje
Dikute për 2 muaj 40.000 djegës, diçka e tillë. Po goxha në atë kohë edhe gjithë recetat ishin kështu si virale, atë nuk ekzistonte termi viral, po një gjë e tillë domethënë, edhe kisha shumë djegës. Edhe mu ofroi bashkëpunimi i parë me pagesë dhe hyra në punën. Çfarë bashkëpunimi ishte? Filloi duke promovuar produktet e marketit. Duke promovuar produktet e marketit, edhe pas bashkëpunimit parë, edhe bashkëpunimit dytë. I pari, nëse s'ka bëj, po flas me vjetra në gjithë kohë, po vazhdoj 400.000 lekë. 400.000 lekë të vjetra për një postim apo disa postime? Për 4 postime. 4 postime 400.000 lekë. Do të thënë një pak modeste fare, po në kohën e Covidit që s'dilje fare. Unë kisha të ca ardhurë që kisha nga menaxheri eksporti që kisha punuar, kisha fituar goxha dhe nuk e prisja trurin. Nuk kisha probleme kështu monetare dhe për çefe kisha, sa mendoja që do vitë momenti do kthehesha prapë në terren. Të kam pas menduar që pas Covidit, si vajti erdhi bashkëpunimi i dytë, erdhi bashkëpunimi i tretë, erdhi i katërti. Çfarë ishin këto bashkëpunime të tjera? Çfarë ishin këto? Po, kryesisht tek pjesa e këtyre kuzhinës, kam për shembull me mielin, kam filluar në atë kohë bashkëpunimin. Po. Petë, baklavaja, çan, duhet të tek kuzhina për gatimin. Edhe u bën disa, unë nuk i mbaj mend tash se mund të ketë ndonjë që disa janë që përmend janë që vazhdoj akoma. Po një pjesë për shembull që ka ndryshuar me kalimin e viteve dhe kur bën disa bashkëpunime, disa 300.000 lekë, 400.000 lekë, u bën 1 milion lekë. Tash prit njerëz se kjo punë pas ka bërë qet. Po, okay. Edhe pastaj Covidi zgjati shumë, në dhjetor është diskutuar që ne të hapeshim nëse s'gaboj. Mas marsit në dhjetor bëj fjalë që të mund të punonin, po deri në dhjetor unë kisha hyrë te kjo linja komplet tjetër. Po. Edhe aty vendosa që të qëndroja. Dhe kjo u bë puna jote kryesore dhe e vetme aktualisht. Jo, kam bajt biznese prapë, që bëra ekonomiste jashtme. Derisa kam bërë gocën, kam qenë ekonomiste jashtme në disa bizneseve. Dasma, ke bë dasëm? Ja, se kam bërë. O rëmbyet në thonë sa kështu. Jo, ke bërë të stili modern, thjesht po iki babi. Mami babi ika unë. Shtëpia ime është në Tiranë. Goca 4 vjeç. 4 vjeç është goca madhe. Si ka qenë Sazenia jote? Ka qenë shumë e bukur, shumë e thjesht, edhe shumë e lehtë me gocë. Lindja ka qenë e vështirë. Po. Shtazania ka qenë se ka ditur një që kam qenë shtazan deri kur kam qenë 8 muajsh. Okej, familja mori vesh kur isha 6 muajsh, ja thash, se nuk dukesha që isha shtazan, por nuk kisha shenja. Edhe 9 muajsh ka qenë që më thonë mos je shtazan, unë isha për të lindur. Jam pak i thash. Lind për ca ditë. Çena ke sjell këtu bë. Okay. Kjo është pjesë tani më thuaj ti çka kam sjellun, çfarë mund sjellun këtu? Po mirë, prit tani, atëherë do të më tregosh, do të vazhdosh, do të di cilat janë recetat që bën ti zakonisht që u tregon njerëzve. Kryesisht tradicionale. Fillimi ka qenë recetat, ideja kur ka nisur blogu ka qenë të ushqemi shëndetshëm. Në atë kohë u zhvilluan shumë të fermat bio dhe ne disa ferma, nuk e përmend me emra se ti duhet i njohësh, i kanë fillesat në kohën e Covidit, një vit më pas maksimumin. Në atë kohë u bë ky tranzicion që filluam të shihnim gjithë se sa vlera kishte ushqimi bio, gjërat bio e këto. Edhe unë gjithë gjën e ngrita të ushqemi shëndetshëm, të hajmë këto që bëjmë zakonisht në shtëpi, po t'i hajmë në mënyrë më të mirë të mundshme, më të shëndetshme, të zgjedhim produktet. Edhe kryesisht e kuzhina e shtëpisë, çfarë të gatuajnë zonjat në shtëpi, jo shkencë. Gatuem në shtëpi, jam se vetë nuk gatuem. Po, edhe me gjëra të thjeshta. Jam se vetë me gjëra të thjeshta shtëpi, që kemi në shtëpi. Me gjëra që çfarë do të thënë thjesht ishte ideja të japim ide për të bërë vaktin drekën darkën, shishëm, shëndetshëm, edhe sa më thjesht pa komplikime, nuk ishte shkencë. Çfarë ke ngrënë sot për drek? Thjersa. Thjersa. Me çfarë? Me mish, me gjë? Jo, domate, kastravec, sallatë edhe shalqi kaq. Jo, pa mish, pa mish. Edhe lën kockash, gelatin kockash. Si ja bëj gocës. Por se unë zakonisht ha krudi, i shampanjë. Po. Gjesi që kam bërë sot në drekun. Mos më thuj fasule se bëjmë 2 te kjo familje. Okej, jo. Tjetër gjë? Okej. Makarona po them kotën. Po tani. Jo. Byrek më. Jo, okej. Po tani gjell tipike shqiptare. Gjell patate. Ja. Mishëriz, pecat mbushur, turli. Bamje. Bamje turli. Bamje kam ngrënë sot. Bamje. Kurse edhe sallat. Sallat me domate, me kështu me jeshile. Kurse dje kam ngrënë jofka me mishpule.
Okej, Ne kemi hotel. dia unë se mbaj më se çka kisha unë dia. Dje kam pasur kështu ca byrek shumë interesante, kam postuar në Instagram. Ne kemi hotelin këtu, të tonin, edhe ka kuzhina vet. Unë ndalova te hoteli një herë, pastaj erdha këtu. Kuzhina e hotelit është Sepse burri im sa këtu e ka, tha, jo zemra ky është hoteli, tash, unë nuk e shitoj. Ç'ne ti një hotelin tash, politik. Se nuk e ditë ku ishte klinika, beton, ditë vetëm hotelin. ka parë logon e jo ty dhe ka Po logo është edhe këtu. Pse ka? Edhe kuzhinieri i hotelit që gatuan për hotelin, po gatuan edhe për stafin, se stafi shpesh për porosit aty, gatuan edhe për pacientët këtu. Për mua porosia ime është që bëj çfarë të duash vlla, gjellra. Edhe ai çdo ditë më sjell një sallatë këtu, edhe një gjellë që unë nuk e di se çfarë do të më sjellë, se unë s'e pras mend se çfarë do të ha. Gjëra të ndryshme, edhe mua më pëlqen shumë. Këto që përmendëm kam bërë unë gjithë dhe kam pas shumë që e kam edhe vazhdoj ta unë jam pak e fiksuar me Italinë. Kam një shumë më rrjedh një damar gjaku, një gjë më rrjedh nga Italia. Më ka lidh gjithmonë dhe nëse ka një vend që do shpërngulesh nga Shqipëria është vetëm Italia dhe të tjerë nuk i konsideroj. Kam shumë qejf të bëj këtë kuzhinë italiane. Jo ta eksploroj, se mendoj që kam pak a shumë kemi një mënyrë të ngjashme me ata. Me mënyrën se si duam të ushqehemi. Po jo se shumë. Po ja kemi marrë tani, ato gjërat aty. Ke dëshirë që të njohësh ndonjë shefe kuzhine italiane të tipike të zonave të ndryshme, për shembull Periut, Jugut. Unë pëlqej më shumë gjyshet italiane, më thënë drejt. Do kisha dëshirë të njihja gjyshet italiane. Kam shkuar në Bari vetëm për këtë, për të parë se si bënin ato orecchietet, që dinin për jashta, që i thanin aty jashtë, i bënin vetëm me dorë. Edhe në Alberobello kam qenë për pak këto mozzarella, çfarë këto gjëra që bën në Firenze. Domethënë i kam shumë qejf çdo gjë që ata bëjnë, mënyrën se si ato gjën e thjesht, shumë njerëzore. Nuk më pëlqen kjo gjëra e rafinuar. Jo se nuk më pëlqen, është shumë e bukur, por nuk është e përditshme. Do bëjmë një diçka neve, se tani më erë ideja. Këtu ku je ulur ti, para ca kohësh është ulur një shef e kuzhine, që është edhe pronarja e një lokali shumë të njohur tipik në Napoli. Lokali ka emrin La Figlia del Presidente. Ajo është figlia d'arte, vajza e një shefi kuzhine të famshëm të napoletan, të cilin e thërrisin të gjithë il Presidente. Okay? Ka ardhur këtu, kemi gatuar bashkë tek hoteli, kemi bërë një darkë së bashku, erdi vetë, jemi njohur shumë në Instagram, erdi Maria Kachalli ka emrin. Dhe ka shumë djegës atë ajo në Instagram, erdhi këtu bëm një kuzhinë tipike napoletane, gatuam tek blem ato gjëra të bashkë në supermarket dhe gatuam bëm diçka shumë të bukur. Më ka ftuar dhe unë kam dëshirë të shkoj në Napoli tek unë e kam në listë. Atëherë do të bëjmë diçka, do të organizohemi bashkë, të premtoj. Shkojmë në Napoli, merrem në burrin e fëmijët, shkojmë me familjen time, shkojmë atje. Edhe shkojmë tek restoranti i saj, se më ka thënë që hajde tani do më kthesh atë vizitën, do gatuash ti në kuzhinën time, më ka thënë, edhe shkoj do t'i presim ndihmës kuzhinë një herë, që hajde edhe ti. Pranoj. Edhe të mësoj me ca gjëra atje. Jam te ky udhëtim. Do ta prezantoj edhe bëni vetë çfarë të doni pastaj. Unë kam te lista Napolin edhe Sicilian. Shkojmë. E kam bërë Italinë, kam bërë çdo vit unë do të ikin në një vend të ndryshëm të Italisë. Ti nuk e di nëse më ke ndjekur, por unë çdo vit ik në një vend të ndryshëm. Ndodh një herë që ik dy vend në njëjtin vend, por nuk para ndodh. Për shembull Rom do iki prapë se Roma është Roma, edhe në Bari, në Puglia do iki prapë se okay, po që gjithsesi në listën time dhe tek lista shumë herë kam dashur të iki në Napoli. Dhe Napoli është shtyr vetëm për arsyeën për çfarë thon njerëzit, është i rrezikshëm. Dhe Napoli ka qenë në listë në kohën që unë isha me fëmijë. Dhe kemi dashur të ikim vetëm goca, më shumë, jo me burrin. Ja këtë radhë, okay, ikim, s'ka gjë për marr burrin. Si të dush. Por që do të them që ka qenë lista dhe është që vetëm për këtë arsye se thonë është i rrezikshëm me fëmijë, shumë e vështirë, kështu dhe për këtë ka qenë me pikpyetje, po që është tek lista. Unë nuk e di se rrezikshëm apo jo, por që shkojmë se do ha të gjallë, po. Ja. Rrezikshëm vetëm nëse do të vjedhë në një gjë kështu nëse po vjedhje kështu. E shikoj, ajo është gjithandej në Itali. Unë mbaj mend kam qenë në Bari dhe kam zbritur nga se themi ne jemi shumë mirë, beso, unë kur ik jashtë kuptoj që ne jemi shumë mirë. Krahasim me çfarë bëhet andej, për sa i përket emigrantëve, vjedhjeve, çfarë këto gjërat. Edhe dalim nga hoteli, zbres poshtë, kisha vënë çantën si zonjë, si e marrim në Shqipëri këtu, çanta. Dhe sa dal një nga aty ma merr çantën, dhe unë ngela, ma mori me dorë kështu dhe më vërtet, këtë tha, mos e mbaj këtu tha, mbaj këtu. Unë ngel, më fal, thash skuza dhe
Sepse tha këtu ka shumë vjet duhet ta mbash shumë parë. Po unë vetëm kur pa që ai ma mori vetë me dorë tash kështu mund të ta merresh tiksh. Cila është receta që të pëlqen më tepër? E preferuara jote? Shqiptare apo të huaja? Një shqiptar dhe një të huaj. Shqiptare ka shumë. Mua më pëlqen disa atë, 3, 4, 5, tonat. Okej. Mi vendos dot e para e dyta. Do filloj, ne kemi një supë e verdhe quajmë, është një supë e gjyshes time. Supë e verdhe. E verdhe quajmë edhe kam pa që po bën me të verdhën e vezës. Kam pa që e bën shumë krajina në Shqipëri, po me pak ndryshime. Ajo është një nga supa që në familjen time, nëse kishim një rast, edhe të mësueshëm çfarë do lloj gjëje, kjo supa bëhet, kushtonim këto darka, ne kemi qenë familje e madhe, kemi qenë shumë të lidhur. Edhe bëjmë akoma vazhdimisht, do bëjmë darka shumë dha, bëjmë 20 veta bashkë edhe menuja është supë e verdhë. Pa oriz apo me oriz? Jo, është pa oriz, është bëhet me miell dhe me mish pule, pulë fshati. Kemi qenë fshati. Kemi pas pula fshati dhe ideja është vetëm ta i lëngu i pulës, edhe kjo është një nga receta që ne jemi rrit edhe kemi simbol të drekave familjare. Mish oriz, edhe kjo mish oriz, me pulë ose me mish me çfarë bëjmë ne. Edhe këto do thoja që më kështu, pastaj edhe baklavaja që bëjmë ne shqiptarët. Baklavaja jonë. Edhe pse unë se kam qef, ndoshta kam qef më shumë si emocionale se sa kam qef si ëmbëlsirë, po si emocionale kam qef. Tani ti ke bërë receta baklavaje në atë, ke treguar do të thënë gjithë të hollin e po, se e bëj vetë gjithë baklavan, po. Patjetër. Kam gocën time që groja i ka mësuar baklavan, se fëmijët e mi kanë rritur në Rom. Edhe ajo i ka mësuar, i ka mësuar si të holl petat, edhe të bëj baklavan, edhe kur vjen viti i ri, ulin bashkë ato edhe fillojnë të bëjnë baklavan. Ja, kështu e bëjmë. Edhe unë e bëj, thash unë nuk e kam qef, as nuk është se si ëmbëlsirë nuk e haj shumë, duhet shumë e rënd. Burri nuk ma ha, dhe kjo është problemi, nuk e ka qef ëmbëlsirë, vetëm e provon. Po unë e bëj vetëm për këtë gjë që e kam pas bërë gjithmonë me gjyshen, me mbamin, me nusën e xhajit, edhe kam si një gjë emocionale që duhet ta bëj që kur të vi kjo festa që ta dallojmë që është festa, duhet lodhemi çik para, të lodhemi pak duhet bërë baklavan. Lezeti festës. Po kjo çam kësio. Tani gjeti. Ndërkohë që po flisim baklava kësio. Jo. Atëherë, çfarë është, nuk është ëmbëlsirë, është ëmbëlsirë. Ëmbëlsirë është. Shikoj, mund të kishte edhe gjëra tjera se është e gocës kjo, po që atëherë, era shkopës është ëmbëlsirë, në rregull. Po. Dëgjojmë se çfarë ëmbëlsirë mund të kesh bërë ti, tradicionale shqiptare? Ja. E huaj? Shikoj, nuk e di rastisht të çove temën fikse tek vendi i duhur, çove në Itali. Atë tiramisu. Unë mendoj që bëj tiramisu më të mirë se italianët. Pak me çka kam parë, se shumë italianë është sigurt. Kam si tiramisu time. Kam si tiramisu time dhe kjo ka një histori, ose ka një, jo shumë histori. Unë kam lindur gocën e dytë tani para 2 muajsh, edhe ëmbëlsira blem torta, blem një tortë, blem 2 torta dhe vini njerëzit i qerasim, se ti di zakonet tona. Nxirë karamele, nxirë ëmbëlsirë, nxirë tortën as një se donte. Edhe më ngelen torta ti fillova të hidhi, edhe thënë se po i blej. Torta që ke bë ti apo që i blej? Jo, blerat. Dhe një ditë bëj tiramisu unë dhe thash, "Okej, s'po blej më kot, hajt kush të vinë një po japi tiramisu." Edhe kur bëj tiramisu, do të sa e mirë kjo, po si se ktheu njëri, po si nuk e ktheu njëri tiramisu tote. Tortën nuk e hante atë, më beso, nuk duhet i jep i kam hedhur, nuk i hanin, na kupto. Edhe kur çet, më nuk e kthente njëri pa e fshirë mirë. Edhe tani prit, pas kësaj tani e nxjerr Instagramun nam. Ëmbëlsira e Marës, Mara ka me goca tiramisuja. Edhe njerëzit sa herë vinin, ke bërë tiramisu që të vinë. Dhe që kur kalin goca, skërti unë kam bërë tiramisu, nuk e di se sa mund ke bërë tiramisu. Sepse kush vjen, kanar goxha, po se kush vjen thotë, ke bërë tiramisu se po nisemi. Jo, më thonë një ditë parë kam thënë se nuk bëhet çun moment. Edhe atë kam sjell domethënë. Dhe se kemi ëmbëlsirë, e kemi hitin e momentit. Tiramisun e Marës atë. Unë e bëj kështu me këto kavanozë. Kam sjellë për stafin. Po, dhe si hapi stafi si vetëm tani u stafi për stafin bëj nesër ti. Jo, mos e bëj shaka, do t'i japim solla, unë pyeta sa veta ishin. Do t'i japim në stafit haj se u ngjitet hatri këtyre. Tani ti do më thuash. Menin për të hongër ti drejt, ë? Ti e ke vetë. Jo, çeri aty po le të miku. Jo, pa mbyllun tash se kam marrë me kështu. Ore, më duket je tretur ti, do mësuar më duket. Bravo, kompliment. Ja se mund ta rekuperojmë. Ashtu. Po ti do hash bashkë me mua apo ja? Po, jo, mora vetëm për stafin, me thënë drejtë, duaj të marr përshtypjet e tua. Po ta provoj çik. Super fare ke bërë.
Jam italiane, t'ja kaloj apo? E ke qarë me lot. Filozofin. E ke qarë. S'po ma bë qefin, a? Jo, ta them, unë i kam qef ëmbëlsirat e tiramisu, unë i kam qef, po e ke qarë. Tiramisu është një gjë tjetër. Ke përdorur savoiardi, ke përdorur. Po, savoiardi, sigurisht. Se është receta. Po. Brava. Faleminderit. Tani ndërkohë që unë ha, tani në bëjnë një muhabet tjetër. Si është atëherë, si kanë qenë lidhjet e diferenca midis gocës parë e gocës së dytë? Që ka lidhur tani afër. Shiko, ne folëm pak për fëmijërinë time dhe unë kam pas një fëmijëri që prindërit e mi s'kan pas shumë kohë për mua. Them drejtën. Unë kur mendoj tani kur s'krahasoj dot. Por që kur kam bërë gocën, ka qenë ëndra ime që të bëj një gocë që të ishte lumtur. Kishte një fëmijëri shumë të lumtur dhe mbi të gjithat na kishte ne të dyja. Na kishte gjithkohës dhe ti ofronim, nuk jam me këtë që duhet të japësh çdo gjë monetarisht. Ja është ajo që folëm, më mirë të varfër se sa po, ama ti jemi aty edhe kam qenë shumë e fokusuar, ka qenë ëndra ime që të bëja një fëmijë, lindja një fëmijë dhe të rrisja një fëmijë të lumtur. Madje jam te kjo besoj që nuk më intereson të shkollimi, ai shumë se them do bëhet vetë çfarë doj vetë, do e ketë vetë, nuk jam për ta nxitur, po dua të jetë e lumtur dhe po të jetë e lumtur i ka të gjitha. Edhe shtazania e parë me gocën ka qenë siç thash goxha e thjeshtë. Lindja ka qenë shumë e vështirë. Po. Pse? Po unë do lindje natyrale, kam qenë shumë kështu partizane lindjes natyrale, po nuk po vinte. Goca ime shumë të mbete, ka qenë shumë varg vazhdon të jetë shumë e terezitshme. I merr gjë shumë e terezit, unë shkova 42 javë deri në ditën e fundit. Edhe ditën kur kam ikur një ditë para, kishin filluar të binin rrahjet. Edhe kishte filluar ky problemi i ujrave. Dhe më thot doktori dëgjoj thotë që duhet patjetër ose të hyjmë në operacion, ose goca të vi sot, edhe lejmë orarin e operacionit për nesër, më të kam lidhur në operacion. Ka qenë shumë e vështirë. Unë mendoj kush thotë që lindja me operacion është e thjeshtë. Po pse çka ke patur? Po kam pas shumë dhimbje. Po pas operacionit? Pas operacionit. Ka qenë rekuperimi ka qenë shumë i gjatë. Edhe me shumë probleme, pastaj nuk kam pas depresion postpartum, çfarë këto gjërat moderne që përmendin njerëzit. Por që jo, kam pas një problem tjetër. Nga rënja hormoneve, kalova disa kriza paniku, ankthi, që i kalova vetëm natën. Që sigurisht që konsultova me një psikolog edhe këtë më tha që e kam të gjithë nga rënja hormoneve. Po ka qenë shumë e frikshme, kam menduar thashë wow, po miket mendja. Do të 2 javët e para sidomos kanë qenë shumë të vështira nga kjo gjë. Të lumshin durt, të bëft mirë, do dhe një. Jo, le të alim stafin e ty se po them më të lendisin këta. Me di si po më vjen? Të fus gishtin këtu ta lëpi për zotin. Të lumshin durt. Ta sugjeroj një çik buk, ta ngjymë me buk. Vërtet shumë mirë, nuk e them për bërë komplimente, po shumë. Kjo është një nga ato ëmbëlsira që njerëzit tashin thonë që pse nuk hap një gjë të këtë nxirë, këtë bëj. Jo vetëm kjo, se kam edhe disa tjera që i qaj. Po ti tani aktualisht merresh vetëm me këtë punë, thonë. Po, kur ka lindur goca e madhe, isha mësuar të bëja shumë gjëra, duke qenë person shumë energjik, isha mësuar baja biznese, punoj edhe me shitje një çik edhe kështu. Kur lindi goca pastaj, koha nuk ishte më shumë favorin tim dhe kuptova që më e rëndësishme ishte koha që t'i jepja gocës dhe të bëja vetëm këtë. Dhe bëra vetëm këtë. Kjo ka goxha ngarkesë, kjo nuk është pa ngarkesë, nuk është se s'ka, po është më e menaxhueshme. Po. Edhe i lash gjërat e tjera. Të menduar ndonjëherë që të hapësh ndonjë restorant me këto gatimet e tua, me këto gjërat e tua me E kam menduar shumë herë kam menduar. Po çfarë do ka penguar? Po pres momentin. Po pres të rris 2 gocat e mia një herë. Ti çoj në një fazë që ndoshta është pak më e lehtë që unë t'i jap më pak kohë atyre dhe të fokusohem në, sepse kam një gjë që nëse i futem një punë, i futem siç e kemi në shprehjen. Po, me kokë. Ashtu. Edhe mu kam marrë me biznes gjithkohës, kam punuar ekonomisë financiare dhe e di që do shumë. Nëse do të çosh një gjë përpara, do shumë fokus, duhet merr shumë. Edhe blogu e ka dashur, nuk është ka qenë thjesht ta ngritësh, nuk është akoma e thjesht ta mbash në këtë nivel që është. Po një biznes ti besoj e di fillimi sidomos të do aty, edhe unë dua që mos kum gjë nga fëmijët e mi. Po nëse do ta hapje, ku do ta hapje? Ke parë vende në Durrës, vetëm Durrës, në Durrës. Në plazh, në Brekëdet apo në një kodër? Po në plazh, dashme në kodër, vetëm ti di ku aty në Durrës, tek ajri i Durrësit që qarkullon kështu i lirë. Do të bësh gatime tradicionale?
Jo tamam tradicionale, unë jam më pëlqen shumë stili grek i restoranteve, që më duket që është ajo kuzhina e mirë, shtëpiake dhe jo shumë shtëpiake. Një gjë edhe italiane deri diku, po italianët janë pak më kështu, po stili grek i këtyre si quhen, tavernave më pëlqen shumë. Do hapja një gjë të tillë po shqiptar, jo greke. Një gjë e tillë do ishte. E përzier, jo. Po. Ke menduar ndonjëherë që të shkosh edhe jashtë shtetit të spostosh nga Shqipëria? Jo. Pse? Kam konsideruar, momenti që kam konsideruar më shumë ka qenë kur kam mbaruar universitetin, ose kur do filloja, më fal, kur do filloj universitetin, kam pas një opsion për të ikur në Itali për të studiuar. Nuk e di as vetë pse nuk i kanë atë kohë. Atë kohë ka qenë i vetmi opsion që e kam konsideruar që mund të ikja. Pas asaj nuk e kam konsideruar më që mund të ikja nga Shqipëria. Mendon se je plotësuar këtu ose të pak mendoj që është vendi më i mirë ku mund të jetojnë shqiptarët. Edhe që mund bëhet një jetesë goxha e mirë, po unë jam mendoj që nuk duhet jetosh larg njerëzve. Unë jam vajzë emigranti. Po, shikon, më pas kanë ndjekur mua kjo. Baba jo të ka provuar emigrimin. Edhe unë vetë kam provuar, edhe vetë jetoj midis Romës edhe Tiranës. Më tepër në Tiranë tani se sa në Romë, se dhe fëmijët tu rritën edhe vinë ata këtu, apo ime shoqë vjen më tepër këtu. Çfarë mendon për Shqipërinë në krahasim me Europën, sepse ti edhe ke lëvizur, siç më thënë, sidomos në Itali. Çfarë mendon? Po mendoj ndryshe tani dhe ndryshe mendoja para 5 vjetëve. Mendoj që Europa ka ndryshuar shumë. Për mirë apo për keq? Për keq mendoj. Okej, nuk dua të fajsoj emigrantët që kanë ikur, mendoj që nuk është faji emigrantëve, as nuk është asnjëherë faji njerëz e kriminalëve në një vend, sa është faji i shtetit, i politikave shtetërore. Që i lejon këto gjëra. Dhe unë më mend në Itali kur ike përpara, ke pas një tjetër frym, dhe në Itali kur ikën tani është komplet një frym tjetër. Do është pak më ndryshe në vendet e tjera ku kemi qenë, nuk e kemi ndier, ka shumë për Italia, po marr si shembull që është goxha e prekur nga emigrimet dhe kur futesh në për këtë lagje, në për këtë zona, thua, okay, e kam prish shumë këtë gjë, kupton, ka qenë një gjë shumë lart dhe tani të duket sikur është bërë me ne, në mos edhe pak më në disa vende jemi edhe më mirë. Shikoj, unë mendoj që kemi shumë probleme ne, po mendoj që jemi vend shumë i bekum. Edhe po të shfrytëzojmë gjithë burimet tona, gjithë asetet tona, gjithë mundësitë, po të kemi dëshirë për ta bërë këtë vend, e bëjmë më mirë se sa vendet që Europës. Po të kemi në dëshirën ta bëjmë vendin. Çfarë mund të bëj për shkak një i ri për mendimin tënd, sot i cili mbaron shkollën e lartë, edhe do të hedhë hapat e parë në jetë. Çfarë mendoj? Çfarë këshillë mund të jepi ti dikujt, sepse ti fillove një punë dhe jo, s'është për mua kjo. E bëra 5 vjet para se ta thoja. Po, e bëra 5 vjet. 5 vjet ndaj aty sepse të mbajtëm prindërit e tu. Jo, se ky njeriu i bë vet nuk të mban askush me zor. Jo, po që ne i bëjmë zgjedhje të kushtëzuar, po janë zgjedhjet tona. Mua nuk ka bën njëri me zor. Sigurisht, por do të thonë një zgjedhje në fund që edhe prindit e kushtëzuar, ndoshta edhe drejtuar i çik, po që vetë e ke bërë fundit. Pa ja del njeriu, shkon atë ka e vetja. Kalo, po prapë aty shkon. Çfarë do të sugjeroja një të riu? Më vjen shumë keq pak për rininë e sotme, sepse i shoh pak më, nuk janë as të gjallë sa kemi qenë. Unë do të sugjeroj të jenë gjallë, të jetojnë më shumë, të shijojnë më shumë, edhe të punojnë më shumë, të kërkojnë më shumë nga vetja, të jenë më kërkues, dhe të kenë më shumë dëshirë për të arritur dhe për të rritur. Po unë do të sugjeroj ta shijojnë. Shoh që nuk e shijojnë shumë. Mua nuk pëlqen shumë kjo jetesa e kafeve, e telefonit, kjo koha e tepruar në telefon, më duket sikur të merr shumë nga të rinj, po merr shumë nga fëmijët kush e përdor, po edhe nga të rinj po merr shumë. Shoh shumë të rinj që kalojnë një kohë shumë gjatë, ndërkohë që kur mendoj që ne nuk kemi pas, ka pas hyr telefoni, po shumë pak, nuk kemi pas këto rrjetet e çan të gjëra. E kemi shijuar më shumë, kemi dalë, kemi kërcyer, kemi parë vende, kemi eksploruar në këmbë, kemi bërë më shumë gjëra, mendoj që rinia duhet i jetojë të gjithë këto gjëra. Edhe kënaqësitë pa edhe punën. Do t'i thoshe dikujt që shkoj gjej veten tënde jashtë shtetit, në për Europë, në për Amerikë, në për Kanada? Ja, nuk do t'ja thej asnjëherë këtë. Ja, unë do t'i thej shikoj gjeje veten tënde këtu se do e gjesh. Nuk do të sugjeroj unë madje Amerikë dhe Kanada, unë jam e njëri thash unë nuk jetoj unë mendoj që nuk ja vlen të jetosh një jetë larg mamit e babit, prindërve, gjyshit, gjyshes, dhe mos kesh mundësi, si më thënë, ti kesh afër, ti takosh ti përçar të rrish një vit pa i parë.
them ç'të duhet ajo jetë, ç'të duhen ato lekë, palin emigrantës, ndoshta kanë bërë zi. Unë nuk do e doja, unë them nuk më duhet ajo, nuk më duhet ajo jeta. Unë dua ta jetoj babin, mamin, familjen time, gjyshin që ti kam më, po paktën i jetova, e shijova, unë nuk e dua. Mendoj që këtu ja del, do pak forcë, do të jesh pak i fortë, do të jesh pak kërkues nga vetja. Sepse ti ja ke dalë në një farmacë, po, nëse jam dalë, unë ja ke dalë, të gjithë mund t'ja dalin. Po. Të gjithë do bën të gjithë të hapim faqe. Jo, unë se kam dalë me blog. Nuk është se sot jam e kënaqur nga ime, unë kam qenë gjithmonë e kënaqur. Unë kam marrë universitetin e këtu zgjolla të punoja. Kam pasur opsione, kam parë dhe opsione për të punuar jashtë. Kam pasur opsione për të punuar jashtë. Ti je kënaqur në fund me ato të ardhur që ke gjatë gjithë kohës kam qenë okay. Unë ka ardhur rritje edhe graduale. E kam kërkuar vetë skerdin, nuk më ka ardhur, se kur theva ka ardhur duket sikur ta ka bërë dikush dhuratë, po jo, e kam kërkuar. Do të thënë njerëzit thënë ndonjëherë që ose tani e ke gati me një blog i keni thjesht, jo, nuk është asgjë thjesht. Nuk ka qenë asnjëherë thjesht. As blogu, nuk ka qenë as puna, as ekonomisë financiare. As menaxher, as nis ka qenë thjesht. Po mendoj që kur i bëj gjërat me qejf, me dëshirë të gjitha bëhen. Ke bërë një sakrificë të madhe në jetë? Cila është sakrifica më e madhe që mund të mbash mend? Se di. Kam bërë. Nuk e di, ndoshta mund të quaj sakrificë fëmirin time, pa prindrit. Jo, sakrifica që ke bërë ti. Unë vetë. Për dikë, për një të ardhme, për një objektiv, për një diçka, për një... Se di, nuk më vjen diçka konkrete. Nuk e di, mendoj që sakrifica bëjmë çdo ditë, në çdo ditë bëjmë, heqim dorë nga diçka për diçka tjetër, që ne. Nëse ajo është pjesa e jetës normale të çdo njeriu. Por kur mendoj për shkak që ka të tjerë që mund të kenë bërë edhe shumë sakrifica ose që përpiqen të gjejnë atë vetveten në punë edhe në shoqëri dhe dorëzohen, të them nganjëherë, okay. Varet edhe me çfarë provohesh, se ka njerëz, unë mendoj që prova më vështirë që ka njeriu është smundja, për sa kohë këtë gjë s'të ka qelluar për fatimin. Jo, kemi pasur, xhaxhim ka vdekur nga një infarkt në zemër, ka qenë shumë e rëndë për ne, për familjen time. Tezja ime është vetvrarë. Wow, pse është? Po është depresion. Po çiko të gjithë kalojmë, të gjithë kemi shumë vështirësi. Tezja që të ka rritur apo? Jo, tezja tjetër, po mendoj që të gjithë nuk ka familje që nuk ka një dramë, nuk ka edhe mami ka kaluar shumë vështirësi, ka kaluar depresion. Mami jot? Po pse? Po kur në ç'periudhë ke qenë? Në vitet, me vitet po e them, kur ka shkthyer nga Gjermania, ka pas ka kaluar një farë depresioni, ka qenë goxha i rënd, një mbyllje kështu totale në vetvete. Ka qenë ja sakrifica. Si ke përjetuar? Ka qenë e vështirë, ka zgjatur shumë kohë. Ka kaluar një depresion të gjatë sepse është përballë me shumë gjëra. Thash, të gjithë kemi dramat tona në jetë. Të gjithë kemi drama dhe nuk janë të vogla. Po ti mund të shohësh mua duke qeshur dhe thua wow, se kjo i ka pasur dy gjithë kohës. Po kur ka qenë në Gjermani, 2 fëmijë nuk i ka pasur. Ka vdekur mami vet, kur ka qenë në Gjermani, ka vdekur dhe babi, ka vdekur dhe motra. Dhe nuk i kanë treguar se në atë kohë ti e di se si njerëzit i marrin, mos i themi atyre jashtë ata mërziten, ndërkohë jashtë do vi të përballet. 2 prindër dhe motra dhe ajo nuk i dinte. Po, nuk e dinte, kur ka ardhur këtu e ka marrë vesh. Po. Edhe pas kësaj, pastaj ka humbur dhe vllajën. Po. Është vrarë. Se dim nga kush e ka vrarë, akoma nuk është gjetur kush e ka vrarë. Dhe këto gjëra kanë ndikuar shumë. Edhe kanë ndikuar si doli që ta mposhte depresionin, mama jo. Si doli. Dëgjoj. Mendoj që nuk ka pas rrugë tjetër pa e dalë, se ka pas një familje për të mbajt, por që këto plagë kanë shoqëruar dhe shoqërojnë akoma. Okej, depresionin e ka kaluar, mund të themi, po që nuk është se s'ka lënë pasojë apo është, do të thënë janë këto dhimbje që ka pasur, që ajo vazhdon të ketë, thjesht tani i ka mbuluar pak edhe jeton. Por që ka qenë një fazë shumë e vështirë edhe për ne. Burri jot me se merret aktualisht?
Burri im është distributor për hotele, restorante. Ato që nuk do Atë që lash unë. Ishte konë se ka marrë shumë herë burri. Dhe i përgjigj. Jo, ka marrë goca. Dhe i përgjigj. Keni bërë shumë gabime që s'm keni thënë. Hajde përgjigju porrë tani. Sa ka kalu shumë kohë, që në 5, është ora 7. Do ta mbyllim tani. Okej. Edhe Më thuaj. ishte kënaqësi që të njofta. Dhe mua më pëlqen gjithmonë kur njoh njerëz që janë pozitiv, që të vojtet e të këqija të jetës i hedhin pas krave. Sepse në fund secili prej nesh duhet të shijojë të tashmen dhe të projektojë të ardhmen. Kjo është. Po nuk ishte i kthjellët shpirtërisht në radhë të parë. Kjo është. Nuk arrin dot të kontrollosh as mendimet e tua dhe të marrësh vendimet e duhura. Shiko, njerëzit që përballen ka të bëjë shumë si mënyra si përballon vështirësitë. Po. Njeriu nxjerr leksione, por ka njerëz që nuk e nxjerrin si leksion dhe e vuajnë për shumë kohë. Është fat nxjerrësh leksion dhe të mësosh nga ajo gjë mendon. Edhe fat është pak. Po, Sepse varet se si të marrin gjërat. Ke parë ka njerëz shumë që kalojnë drama, ka njerëz që i kalojnë, ka njerëz që ngecin tek ajo drama dhe i shoqëron gjithkohës. Kështu që nuk e di, ndoshta unë kam marrë një leksion, uroj të jetë leksion. Ka njerëz që rriten, por nuk zhvillohen, ka thënë një miku im edhe mjek, dhe ti besoj se je nga ata njerëz që je zhvilluar edhe vazhdon të zhvillohesh, sepse nxjerr leksionin nga jeta jote. Po. Dhe duke Uroj, se jeta s'ka mbaruar, do vazhdoj. Po uroj. Duke të falendëruar ty për pjesëmarrjen, edhe mikun tim Leonard Solis, doktorin, i cili më ka thënë këtë shprehje, që më ka ngjirë në mend, më ka thënë para shumë vitesh. Po e mbyllim edhe për sot këtë kastin ton. Falenderoj përsëri edhe Eriden dhe do t'i kemi Napoli. Të bëjmë atë gjë të mirë. Okej, mezi po pres. Shumë faleminderit dhe të lumshin duart për atë ëmbëlsinë që ishte vërtet e kishe çikurim duhej, ja kupton. Faleminderit. Faleminderit edhe ty për ftesën. Ishte kënaqësi. Okej, mbyllim.